Mirë pra, mirë dita zonja dhe zotrinj dhe mirë se erdhët në këtë sesion të nivelit lartë të Forumit Paqes së Parisit. Unë jam Gilles Grassani dhe jam themelues i Le Grand Continent. Kam shumë kënaqësi që gjendem sot këtu me ju për të moderuar bisedën me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Edi Rama për diplomacinë në një botë përçar, udhëheqjen rajonale dhe të ardhmen e rendit shumëpalësh. Pra, zoti Kryeministër, mirë se erdhët. Natyrisht, nuk keni nevojë për shumë prezantim, por të them pak fakte të shkurtra. Siç e dini, Kryeministri Rama është një nga udhëheqësit më me ndikim në kontinentin ton. Ka qenë kryeministër që prej 2013 se sapo ka marrë një mandat të ri në maj. E dyta, që ndoshta pak e dini, është që ai ka studiuar e jetuar në Paris, në Beaux-Arts. Ky është lajmi rrem. A mund ta shtjellosh pak? Jo, nuk kam studiuar këtu. Erdha me një po themi rezidencë në Cité des Arts, një fellowship, është si SBA dhe Kina. Dy vende janë, por janë ndryshe nga njëri tjetri. Po mund të takohen të flasin. Dhe më së fundi, duke qenë se jemi këtu në Forumin e Paqes Parisit, është e rëndësishme për ne të pranojmë që ju, zoti kryeministër, keni zgjidhur një konflikt afatgjat me rivalin tuaj historik, keni nënshkruaj marrëveshjen e paqes dhe i keni dhënë fund konfliktit Armeni dhe Azerbajxhan. E kishe fjalën për Azerbajxhan Shqipëri, sepse thatë Armeni. Dhe do zemrosh presidentin tënd, jo mua, sepse është përpjekur për kaq shumë kohë, por nuk ja doli. Me këtë, le të hyjmë në bisedën tonë. Pyetja e parë, zoti kryeministër, është si e ndjeni, si e shihni gjithë këtë trazim që po ndodh nga këndvështrimi juaj, çfarë po ndryshon në rendin global? Dëgjoni, unë besoj, e me qëra fjala, unë sapo vi nga Riadi, ku pata nderin të isha i ftuar nga nisma e forumit të investimeve për të ardhmen, FII, në një vend të jashtëzakonshëm, jo për shkak të numrit të pazakontë të njerëzve, 7.000 pjesëmarrës, por fal asaj çfarë përfaqësonin në çështjet globale, sidomos kur bëhet fjalë për biznesin, inovacionin dhe teknologjinë. When you have the possibility to be in kur ke mundësinë të gjendesh në atë pjesë të botës, e kupton që në këtë pjesën tonë të botës ne duhet të bëjmë një dush për ulësie, sepse edhe sot, edhe pse bota po ekspozon tërësisht ujrat që ziejnë në marrëdhëniet midis vendeve të qasjeve përkundrejt gjërave themelore, ne vazhdojmë të mendojmë që ka diçka që nuk shkon me botën dhe që është vetëm një moment në kohë dhe gjërat do të kthehen siç ishin, sepse ne, dhe kur them ne, nuk flas për Shqipërinë, flas për Perëndimin dhe sidomos për Europën. Mendojmë se kemi legitimitetin moral që na është blatuar nga ndonjë urdhër hyjnor dhe mundësinë për të gjykuar të tjerët e për të besuar se ne jemi pika e referencës se si duhet jetë bota, dhe kjo është thelbësisht e gabuar. Çfarë do të thotë kjo që është thelbësisht e gabuar? Nuk është efektive, është e gabuar, është krejt e gabuar, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Dhe është
një lloj vetë kënaqjeje in my very humble point of që view sipas mendimit tim mjaft modest ka nisur të bëhet gjithmonë më i dëmshëm se këndvështrim dhe gjithmonë më pak i dobishëm edhe për atë vetbesimin për cilin kemi nevojë të gjithë. Unë besoj se ajo çfarë ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në krye të këtij viti, dhe po flas për atë që Donald Trumpi e përshkroi si plani preciz i Zotit për ta shpëtuar në mënyrë që të shpëtonte Amerikën. Është, sipas meje, diçka që nëse Zoti kishte vërtet një plan, pjesë e këtij plani ishte edhe të zgjonte Europën. I don't see Europe waking up. Nuk po shoh Europën të zgjohet. Pse? Të zgjohet në mënyrën siç duhet, ka një zgjim, nëse mund ta quajmë kështu. In a lot of efforts done by the president. Në shumë përpjekje që po bëhen nga presidentja e komisionit, nga udhëheqësit që po përpiqen t'i çojnë gjërat përpara. Pushing so much dhe në këtë shtys shumë të fortë për të ndryshuar qëndrimin në raport me idenë e mbrojtjes. Por, sipas mendimit tim, sërish, kjo është diçka mjaft e fragmentarizuar, është më pak se e mjaftueshme dhe mund të bëhet e rrezikshme në një periudhë afatmesme. Çfarë nuk kupton me e rrezikshme? E rrezikshme në kuptimin që për mua është mjaft të shqetësuese që ende sot, edhe pas asaj çfarë ka ndodhur me jashtëkontraktimin e politikës jashtme të Bashkimit Evropian tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian që ka qëndruar në autopilotin e SBA-s, ende nuk ka një plan europian paqeje. Ka vetëm një qasje binare ndaj një konflikti që ka potencial të jashtëzakonshëm për të degeneruar në diçka katastrofike. Edhe unë nuk po kundërshtoj këtë pjesë, por ndihem shumë i shqetësuar për pjesën që mungon, diplomacinë dhe planifikimin për paqe. Çfarë do të jetë, sido që të duket, por paralelisht me luftimin, pra me bërjen e luftës dhe mbështetjen e Ukrainës dhe me shumë të drejtë, Bashkimi Evropian duhet të ketë planin e vet të paqes dhe duhet të ketë komunikimin e vet të drejtë për drejtë me Rusinë dhe me çdo tjetër që gjendet në mes apo nga ana tjetër. Mendoni që Rusia do paqen? Po nuk ka të bëjë me atë çfarë do Rusia. A donte Hamasi paqe? A do ndonjëherë Hamasi të ketë paqe? Nuk e besoj për një sekond që të jetë vërtet një gjë e tillë. Por nëse duam të luftojmë e të mbijetojmë në emër të asaj çfarë përfaqësojmë, duhet të bëjmë atë që duhet bërë, ka të bëjë me atë çfarë duam ne. Nuk ka të bëjë me atë çfarë duan të tjerët, e ka të bëjë me faktin që ne duhet përpiqemi të bëjmë gjithçka që duam në emër të asaj çfarë përfaqësojmë, edhe me shansin që pala tjetër nuk do të përgjigjet asnjëherë, por duhet bësh atë që duhet bësh. Nuk mund të refuzosh të mendosh për paqen sepse tjetri është kaq i keq sa që mund të mos ta doj. Mund të mos ta doj. Unë nuk e di nëse e do apo jo. Putini e kam fjalën, por di një gjë, që duke bërë atë që po bëjmë, po bëhemi çdo ditë e më pak të rëndësishëm. Më lini të kuptoj qartësisht atë çfarë po thoni, sepse në thelb po thoni që nuk e dini nëse Putini do paqe apo luftë.
jo që Putini do luft, është e qartë çdo ditë. Atëherë, në këtë rast, si mund të bëjmë diplomaci pa e detyruar që të angazhohet në rrugë diplomatike? Diplomacia është diçka që bëhet për ditë, edhe një herë, duke marrë shembullin e Izraelit dhe Hamasit. They killed each other in shapes and forms that Kanë vrarë njëri tjetrin në forma e mënyra që ishin ekstreme, por flasin për ditë. Pra, kishin kanalet dhe negocionin çdo ditë. In my view, Në këndvështrimin tim, the President of the United States derisa presidenti i Shteteve të Bashkuar opened hyri the path dhe for talks. çeli shtegun për bisedime, Now I am not a historian and unë nuk I jam assume my historian ignorance, but dhe I e believe marrë të that mirë this qenë is the pa dijetime, first por ever besoj big conflict që është konflikti with no i back channel, parë with i no madh pa discussion, with no asnjë nothing. kanal të And when you pasëm, think pa about asnjë how diskutim much dhe nuclear pa power asgjë. Dhe kur mendon is se involved in se this sa conflict, shumë fuqi bërtamore not janë talking, përfshirë në but këtë just konflikt që nuk fighting. flasin, por luftojnë, it looks like a war of extermination. duket si një Maybe luftë just- shfarosëse. Because whatever it happens, Sepse çfarë do të I don't ndodh, think that unë Russia nuk will- mendoj will go away from që where it is. Rusia It is- do të it was ikë there, nga it aty is ku there, it është. will be Ka there, qenë aty, as është all aty, the do other të jetë aty, countries. ashtu siç So- edhe gjithë vendet e tjera. And Putin will This is not also be the there case of forever. Dhe Putini nuk do të jetë aty gjithmonë. Por pyetja është, a mund të qëndroj Ukraina si një vend i pavarur në të njëjtën kohë? Dëgjoni, kur vjen fjala për Ukrainën dhe më duhet ta sqaroj sepse e di që ndonjëherë është mjaft delikate in the Western environment. të flasësh në mjedisin perëndimor pa u etiketuar, po më duhet të sqaroj që I represent a country, unë Albania, përfaqësoj një vend, that has no Shqipërinë, relation with Russia. që nuk ka asnjë marrëdhënie me Or, Rusinë, let's say, apo has le të the themi, lowest level of ka relations with Russia in Europe. shkallën më të ulët të raportit me Rusinë në Europë dhe përfaqësoj të vetmin vend në këtë Where no kontinent Russian leader ku asnjë udhëheqës rus nuk ka ardhur qysh prej viteve 1960. E prej nga ku asnjë nga udhëheqësit nuk ka luftuar drejt Rusisë. Ky është niveli i marrëdhënieve. During the Pra i patëm gjatë communist time, we had them Komunizmit, in the worst form i patëm në formën më të keqe, sepse vazhduam të qëndronim staliniste dhe kur ata e braktisën Stalinin, nuk na merr malli për ta, kur në këta 35 vjet nuk kemi pasur jo vetëm vizita të nivelit të lartë nga Rusia, por as para ruse, nuk na pëlqejnë. Pra, ky jam unë dhe këtë përfaqësoj, por për t'ju kthyer diskutimit, unë besoj që Europa po humbet atë që është kryesorja. Atëherë çfarë po ndodh? Çfarë do të thotë që të mos kesh asnjë reflektim, pasi është bërë një luftë që nuk ka asnjë komunikim, dhe jo vetëm komunikim, po edhe pa takuar ose duke si thua u kthyer ndaj dikujt që u sulmua sepse pati një pikpamje të ndryshme dhe po flas për Orbanin dhe patëm një qëndrim të ndryshëm në Washington. Dhe u përmend fjala armpushim, një fjalë që kur Viktor Orban e përmendi, u shpërfill, u përçmua si të ishte një fjalë e pisët. Ndërkohë, kjo fjalë u zbulua në diplomacinë europiane në këto rrethe dhe gjithkush filloi të fliste për armpushim, po paqen ishte shumë vonë. E si të mos çojë kjo në reflektim? Europa duhet të ketë autonominë e saj së paku. Unë besoj pavarësinë e vet, por së paku autonominë e saj, politikën e saj të jashtme, planin e saj të paqes
fight the fights. Dhe I'm not saying të bëj cease the luftën. fight. I'm not Unë nuk saying, po them rresht leave luftën. to Unë Putin nuk po whatever he them has t'i taken japim and whatever he Putinit wants. gjithçka No, ka I'm marrë not gjithçka saying do. any of that. Jo, nuk po Fight them the asgjë të fights, tillë. Po but them prepare for peace. bëje luftën, And do you por think përgatitur Albania për should play paqe. this role of- Mendonin No, që listen, Shqipëria I'm duhet the luajë tallest rol? among Jo, all dëgjoj. the- Unë jam all më i gjati mes të including your gjithëve, president. But përfshi dhe presidentin tuaj. Just to I clarify, represent Por a country that përfaqësoj një vend too small që është shumë i vogël is play any për të role luajtur çfarë do lloj of roli. the kind that can change the trajectory Flas of anything. të llojit So që I'm të very mund të aware. ndryshoj trajektoren You invited e me, ndonjë gjëje. I Jam tell you shumë i what I vetëdijshëm për këtë. Ju think. mëftuat dhe po ju But, them çfarë otherwise, mendoj, por I should not be even tjetërsoj nuk duhet as të isha If këtu. we Në qoftë consider se the do size të of the merrnim në country. So konsiderat these are two madhësinë e different vendit. things. Pra këto janë dy The gjëra të European ndryshme. represents Si a small europian country, që përfaqësoj një whatever vend the size të of the vogël, country is, pavarësisht I believe madhësisë së that tij, unë besoj I have to stand for my own se opinion më and duhet I have to stand for my own country. të dalë për zot Then, mendimeve it's të my mia dhe opinion vendit right tim. or wrong, Pastaj, nëse it ky mendimi doesn't im matter, është i because duhur if apo i my opinion gabuar, is nuk wrong, ka rëndësi, sepse në not qoftë se harm mendimi im është i comes, gabuar, but if the opinion nuk vjen of the asnjë guys dëm. that are Por në not qoftë as se tall as me, mendimet but e that have atyre behind të tjerëve që nuk janë kaq të gjatë sa are unë, not por right, kanë pas tyre vende then, mjaft të mëdha, the problem nuk is janë të duhurat, atëherë problemet, you know, problemi është i madh. Do you understand? E Yeah, I kupton? understand very well. Po, e kuptoj shumë mirë. But do you, also to clarify, I'm from Po, Italy, so për ta the president is sqaruar, not unë exactly jam the one nga you're referring, but Italia, You kështu are- që no, presidenti im nuk listen, është saktësisht ai të you cilit are ju from Italy, referuat. well. Dëgjoni, jeni nga You are Italia, from a big Albania. jeni nga një in Shqipëri many e ways. madhe në shumë mënyra. Giorgia Meloni will Italians- Giorgia Meloni do të ishte Albanians absolutisht dressed by dakord. Pra, italianët janë shqiptarë veshur And me it's Versace. true that you have, Është e vërtet që you have a president, keni a great woman, as Trump would say, a një beautiful woman. kryeministre, një grua të shkëlqyer, siç Trumpi do të thoshte, një grua të mrekullueshme dhe jam dakord që nuk është e gjatë, por më besoni She takes the floor. që kur she's merr taller. fjalën është më e gjatë se unë, Just for you to know. sa për ta ditur. Because in your eyes, I see Sepse a lot of left. Në syt e tu shoh shumë të majt. Unë jam vetë socialist, edhe pse nuk jam fort i sigurt se çfarë nënkupton ditët e sotme. Për shembull, te socialistët franceze, po të them që jam socialist në Francë, nuk dua që njerëzit të mendojnë se kanë vdekur. A mendoni që anëtarësimi i Bashkimit Evropian është i vlefshëm për Shqipërinë, sepse duket sikur po i referoheni një forme shumë ndryshe të BE-s, një forme më të urbanizuar. Jo, mos na ço këtu, nuk është e vërtet. E shihni si funksionon? Sa tmerrsisht keq funksionon, sepse unë thash diçka për dikë. Lidhur me një opinion për një temë dhe më quajtët urbanist. Ai është miku im, si të gjithë ata që janë miqtë mi, sepse tashmë u bë ca kohë në këtë punë dhe kam parë shumë prej tyre të ikin e të vinë, por unë nuk jam një urbanist. Nuk thash që ju jeni një urbanist. Unë kam një mendim tërësisht ndryshe nga Viktori kur vjen fjala për Bashkimin Evropian. Besoj që Bashkimi Evropian është projekti më i jashtëzakonshëm politik që njerëzimi ka përfytyruar ndonjëherë, ashtu siç besoj që një prej njerëzve më të mëdhenj që ka bërë politik është dikush që quhej Charles de Gaulle, një europianist i madh. Besoj që Bashkimi Evropian është bekimi që kemi, të gjithë ne, përfshi edhe francezët, cilëve kur nuk ju pëlqen diçka për një kohë të gjatë, dhe besoj që për ne, Shqipëria në Bashkimin Evropian është pikërisht ajo çfarë mund të quhet bekim, sepse po të ishim ajo çfarë ishim pas 50 vjetësh Kore Veriut e Europës, pas 50 vjetësh izolim tërësor nga të gjithë, sepse ishim izoluar nga Perëndimja e Lindja, pas 50 vjetësh diktaturë gjakatare, barbarie,
Dhe Bashkimi Evropian nuk do të ishte aty, do të kishim pasur të njëjtin fat si Afganistani, Iraku apo kushdo tjetër. Flasim për vende ku amerikanët shkojnë të ndreqin gjërat me bomba dhe kur largohen gjërat janë më keq se ç'ishin në fillim. Për këtë po flas. Bashkimi Evropian është diçka që çdo europian, përfshi francezët, duhet ta gëzojnë si dhuratë nga etërit themelues, e që nuk duhet rrezikuar as pak. Të gjitha ato teori për ndalje nga Bashkimi Evropian, për faktin që Bashkimi Evropian është problemi, janë krejt të pabazuara. Dhe ashtu siç ill-advised British friends, miqtë tanë të dashur e të keq këshilluar po tregojnë, është që të largohesh nga Bashkimi Evropian, është të largohesh, të lësh një martesë e të hysh në një makt. Martesa është komplekse, por të largohesh prej saj është një makt. Kështu që mos bëj të njëjtin gabim. Ju nuk e bëni sepse je italian. Po, jam italian dhe i majt, një specie mjaft e rrallë me sa duket. Italian dhe i majt është e rrallë, në fakt kjo është ajo çfarë gjen në rrugë kudo. Çfarë të thuash me këtë? Prandaj dyshoj ndonjëherë veten kur them edhe unë jam i majt. Le të ecim përpara. Donald Trumpi do të takohet me Xi Jinping. Çfarë mendoni për këtë mega marrëveshje për cilën flasin të gjithë? A ndjen ndonjë lloj forme? Dëgjoni, unë nuk fola me ta sepse siç ju thash isha në Riyadh, që s'pa takoj që ti merja në telefonet i thosha çfarë do bëni nesër. Por vlerësimi im është shumë i thjeshtë, që çdo marrëveshje midis Kinës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo e anasjellta është e mirë për të gjithë, dhe çdo konflikt midis tyre është keq për të gjithë. Kjo është ideja ime, kaq e thjeshtë. Dhe një marrëveshje ku Tajvani po pse shkon te skenaret katastrofik gjithmonë? Është puna ime. Je i martuar apo ende beqar? Mendoj që kjo marrëdhënie po me ju po ecën shumë shpejt. Po mund të më thuash. Mund të më thuash. Jo, nuk jam i martuar. Nuk je i martuar. Po të duash një martesë të lumtur, mos shko tek skenaret katastrofik përpara se të martosh, se do mbetesh beqar për jetë. Dhe do të ishte katastrofike. Kështu që unë nuk do të shkoja aty fare. Ata janë po takohen për një marrëveshje tregtare, me sa kuptoj, dhe pas asaj çfarë ka ndodhur është shumë e qartë që të dy duhet të arrijnë një marrëveshje, sepse e dini atë thënien, kur Amerika të shtin, bota kollet. Kur Kina të shtin, bota futet në karantinë, kështu që duhet të bëhen bashkë për më të mirën e botës, sepse të shtin dhe mund ta përballojnë, po ne se përballojmë dot as të kollemi e as të futemi në karantinë për shkak të tyre. Faleminderit shumë Edi Rama. Kemi edhe 2 minuta të mbetura. Vetëm 2 minuta? Po sa filluam të njihemi tani? Më thuaj që nuk mund të vazhdojmë? Po mendoj që do të kemi shumë mundësi. Mendoj që është fillimi një marrëdhënie të gjatë. Një pyetje aty? And a question, Umberto Eco was, a definition of a question is a short sentence. Umberto Eco e përkufizon të pyetjen si një fjali të shkurtër me pikpyetje në fund. Përshëndetje, unë jam nga Shqipëria e Madhe. Nga Italia, nga Shqipëria e Madhe. Mirë, si jeni? Mirë, faleminderit. Pyetja ime është, ju folët për nevojën e një leadershipi në një botë shumë polare e shumë paqe, por Bashkimi Evropian ka nisur një iniciativë për sigurinë e vet. Dhe tashmë ekziston mundësia për të përjashtuar Turqinë për shkak të keq kuptimeve dhe problemeve
me politikat e brendshme të Turqisë. Si mund të luajë Bashkimi Evropian rol në skenën globale në qoftë se kemi një problem të tillë me politikën e brendshme të një pjesëtari themelor që është Turqia? Dëgjoni, Bashkimi Evropian është një pacient me 27 mjek, e jo vetëm 27 mjek, por të 27-ët janë mjek patolog, dhe kjo e bën edhe më të ndërlikuar gjën. Por it's also fair to say that vlen po kështu të thuhet që ajo çfarë ka ndodhur që prej agresionit rus ka qenë pozitive, shumë pozitive, sepse në vend që të bëhej më i përqar, Bashkimi Evropian u bë më i bashkuar. Dhe po kështu edhe në opinionin publik nevoja për unitet, për të qenë bashk, për të mos u larguar si pula, është bërë e qartë. Po të kisha përgjigjen e një pyetje kaq të madhe, do të kisha kandiduar për të bërë mbreti i Europës, por nuk jam në qëndje të përgjigjem, t'ja përgjigje për të gjitha pyetjet. Ajo çfarë di dhe të gjitha ata që kanë një logjik dinë është që është një projekt ende i papërfunduar. Është ende në gjysmë të rrugës. Nuk është ende ajo çfarë etrit themelues pan në vizionin e tyre e nisën ta ndërtonin. Kështu që vendimi që do të merret është të përfundohet ky projekt dhe të bëhet një forcë e mirëfillt në një lojë tërësisht ndryshe, apo të vazhdohet e të tërhiqemi zvarr në këtë lloj mënyre dhe të bëhemi gjithmonë më të parëndësishëm. Dhe kjo është shumë e qartë për mua, sepse kur shohim shifrat, Bashkimi Evropian apo Europa si e tillë, ashtu si shpres kryeministria juaj që pati instinktin për të mbështetur e ndërtuar punën te një traditë e vjetër franceze që nisi nga abati Shën Pjetrit, i cili në traktatin e tij për paqet përhershme ishte mjaft i qartë. Po ta lexosh sot abatin e Shën Pjetrit, i gjen të gjitha përgjigjet. Se si ky kontinent mund të ketë paqe të përhershme. Ai përfytyronte një kontinent që ishte i bashkuar. Dhe gjeni se nga perëndimi në lindje nga Franca në Rusi. Abati Shën Pjetrit. Emmanuel Macroni e shtyu më tej kufirin duke i dhënë jetë asaj krijese që quhet Komuniteti Politik Evropian. Tani sa u takon shifrave PBB-s, popullsisë, kështu me radhë, po ti bësh bashk 500 milionët, është një forcë e jashtëzakonshme, por nuk është një vend. Kështu që Bashkimi Evropian and it's an organization and it's whatever political organizat apo projekt politik, por nuk ka as edhe një metër katror të vetin. Çdo metër katror i Bashkimit Evropian është metri katror i dikujt që është pjesë e tij. The answer is Ndaj, përgjigja është ti përgjigjemi kësaj pyetjeje. A duam të shkojmë përpara me projektin, apo do të vazhdojmë ti bëjmë të dyja në të njëjtën mënyrë dhe të shpenzojmë sasi të jashtëzakonshme parash për të militarizuar Europën me pasoja të cilat shpresoj që e kam gabim, që shpresoj të gjithë ata për cilëve përpiqem të mësoj të kuptoj e kanë gabim që për pak vjet do të jemi të thyer, do të jemi
that will be pas gjë, dhe do të kemi armë, do të kemi mjete luftarake të ruajtura diku dhe të jetë pjesë, do të kemi një histori pak kënaqësie kështu me radhë, nuk po flas për revolucion, sepse fjala revolucion në pikërisht këtë vend në cilin po flasim nuk është shaka, nuk është diçka si në Itali apo në Shqipëri. Kur shqipton fjalën revolucion në këtë vend, e di që njerëzit tu nuk bëjnë shaka, ne bëjmë shaka, apo jo, italianët dhe shqiptarët. Prandaj ne do t'i mbijetojmë çdo luftë bërthamore. Mr. Prime Minister, was a very interesting Kryeministër, ishte një bashkëbisedim shumë interesant. Një pyetje e dytë para se të largohemi, sepse nuk mund kemi vetëm pyetje nga Italia, le të shkojmë jashtë Italisë dhe Shqipërisë, sepse jemi këtu në Francë dhe po e thyejmë këtë vend. Nuk mund t'i durojnë njerëzit që flasin italisht në këtë vend. Po, ju lutem. Përshëndetje zoti Kryeministër, faleminderit për shqiptare. Është shqiptar. Nuk është faim. How realistic is European integration Sa realist është integrimi në BE i Ballkanit Perëndimor regional reconciliation pa ardhur më parë pajtimi rajonal. Dëgjoni, ne jemi të patundur në bindjen tonë që jo vetëm paqja është më mirë se gjithçka tjetër, por që sa më i lumtur komshiu, aq më e lumtur shtëpia. Diçka që, pra komshi i lumtur, shtëpia e lumtur, diçka që ma ka mësuar gjyqja ime. Kështu që mos kujdes vetëm për veten, por mendo edhe për të qinjen. Dhe nëse be sure that the neighbor is not starving, because then your celebration po feston vet, atëherë sigurohu që fqinjit mos jetë duke vdekurie, sepse pastaj i gjithë ky gëzim shkon për drejt. Ne kemi politika bashkëpunimi, dialogu, bashkëpunimi me të gjithë në rajon. Ndërkohë me Serbinë, ndoshta nuk e dini ose tjerët e dinë, 68 vjet pas vizitës së fundit kemi shkuar. Dhe natyrisht kemi një problem me Serbinë, një problem të madh, që është Kosova. Apo Kosovo, siç i thon këtu. Kosova është një problem, sepse për ne është një shtet në të drejtën e vetë, jo vetëm për ne, por për shumicën e vendeve të BE-s, për Serbinë e për ndonjë vend tjetër, nuk është. Dhe është një problem i madh. Por ose do të vazhdonim të rrinim me kokën pas, e të ndiznim pak kënaqësi, të ndiznim tensione, të ndiznim energji negative, dhe të dëmtonim veten, ekonominë tonë, të ardhmen tonë, sepse jemi tregje shumë të vogla, kemi nevojë që të jemi të gjithë bashk, ose alternativa tjetër ishte të thoj, dëgjoni, nuk biem dakord për këtë, por kjo nuk mund të na parandalojë të punojmë së bashku për shumë gjëra që biem dakord që njerëzit, qytetarët tanë duhet të kenë lirinë e lëvizjes, që mallrat tona duhet të kenë lirinë e lëvizjes, e kështu me radhë. Unë jam dakord me ju që bashkëpunimi rajonal nuk është alternativ, është e vetmja rrugë për ne që duam të bëhemi dhe antar të Bashkimit Evropian, e me 4 lirit e Europës, lëvizja e madrave, kapitalit, njerëzve, shërbimeve, të jenë njësoj edhe në rajonin tonë, se s'mund të jemi Europian në Europë dhe Ballkanas në Ballkan. Edhe pse gjatë vitit fundit kam parë që Europa është ballkanizuar shumë, që nuk kemi më vetëm, nuk kemi më të vetmit që krijojnë probleme. Shihni Francën, harroni Britaninë. Mendoni që Franca është ballkanizuar? Tërësisht. Shiko. Shihni, akoma nuk miratojnë dot një buxhet. Çfarë është kjo? Ballkan. Shihni Britaninë. Shihni. Janë edhe më keq. Kështu që është një ballkanizim i tërë i Europës. Tani ne jemi të mirët. Është për të qeshur dhe ju themi pastaj bëni paqe. Mos kërcënoni, komunikoni, bashkëpunoni, sepse kjo është gjë më e mirë për të bërë, sepse vim nga theri.
the messengers. Now, dhe jemi they lajmëtarët. want to listen, they Tani, listen. They don't want to listen. nëse duan të na dëgjojnë, na dëgjojnë. Nëse nuk duan të na dëgjojnë, mos na dëgjojnë. Ne jemi në rregull me të dyja. Në fundit, kur bota të shpërthej, nuk do të jetë faji i Shqipërisë. Kjo është e rëndësishme. Nëse bota do të bëhet më e mirë, ne do të themi bëm pjesën tonë. Kështu që në të dyja mënyrat, në fundit, kur t'i shkojmë Shën Pjetrit përpara, sigurisht do të na jepet një vend në parajsë shqiptar. Por britanikët dhe francezët nuk jam i sigurt. Për fat të keq, do të mbyllim këtë seancë, por herën tjetër kur t'jeni në Paris, do t'ju ftojmë të gjithëve në Grand Continent, në gazetën e themeluar dhe mund të flasim edhe në frëngjisht. Shpresoj që do të ketë një herë tjetër me ju. Ju thash. Very well. Thank you so much, Edi Rama. Faleminderit shumë, Edi Rama.